është vetëvendosje. Të tu del me 28%. Canaj. Unë mendoj se flas dëshirore dhe pa dashur që të bie. Jo dëshirore, kuptimin e mendimit se cili çka është qëndrueshëm, çka s'është. Mundohem ta paraqes veten si më i mençur i këtu. Dëshirorja do të ishte qeveria opozitës për shkak të njerëzve kompetent të cilët i ka opozita dhe për shkak të asaj që e pret Kosovën. Si opozita, si të bëhe kjo opozita? PDK, LDK, AK-nisma. Okej. A ekziston mundësia, a ekziston ende formula? Pajt. Kalla se u bofa qeveria ne. Qeveria ne u bofa. Gjavet. Le të dalemi aty. Nga se i kena lexuar do libra të shkencave politike, të historisë politike, e dim që në politikë deri në 12 natës treni shkon çiknej. Po s'e bonet kryme bre po vjen kundërthonje që bonet kryme. Momentalisht thash Kush e me shpërndat pa vërteta, pazit thash. Deri në këtë moment, që kjo është qeveria Gjavet. Kush është duke e parandaluar? Nga. Canaj, kush është duke e parandaluar? Edhe në bos asoj që po ngërën e thash. Canaj, kush është duke e parandaluar këtë idenë e qeverisë opozitare? Ato që u thamë, në qoftë se ne për shembull e kemi ndonjë sinjal nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të ndodhë, por nuk e besoj që do të kemi ndonjë sinjal për shkak se si duket Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë probleme tjera më të mëdha. Në qoftë se flasim për qeveri, Kosova është njëri prej prioriteteve për problemeve të Shtetit e Bashkuara të Amerikës është krijesë e saj. Po ti thua një nga. Pas mund është me relativizuar dhe çfarë. Pa ka probleme më të mëdha matoshi. Në qoftë se flasim llogaritet që ka që probleme më madh. Në qoftë se flasim për qeveri stabile që eventualisht do të mund të ta çonte mandatin deri në fund, në qoftë se i mbajnë fjalë. S'ndodh sikur me LDK-n, atëherë VV PDK. VV PDK. Okej. Gashi? Sinjal për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo bane që të opozit, pa marrë parasysh rezultatin